Veke, i lindur tona personale qytetarja me të njoftim në publike. Ku ke lind? Gjakovë. Ku jeton? Sarmjan. Në Sarmjan, komuna e Gjakovës, rruga? Rruga Superzina. Ka numër shtëpia? Shtëpia, nuk e di për Nuk jetë në rregull. Ka shta marrim numrin personal, sepse janë dhëna personale që nuk janë publike. Florian, me të akuzuarit, Naim Urseli, Ushtrim Kokalla dhe Granit Plova, a jeni në raporte farefisnore? Jo. Me palën e dëmtuar, a jeni në raporte? Nuk jeni në raporte farefisnore me të akuzuarit e as me palën e dëmtuar. Konformimin e 126 kodit procedurës penale, njoftojmë të drejtat dhe obligimet e juaja. Ju nuk e keni detyrim përgjigjë në pyetje të caktuara me të cilat e veni vetën ose ndonjë anëtar të familjes para turpit të rëndëmit konsiderueshëm material apo ndjekjes penale. Po ashtu ju njoftojmë se deklarimi rreth është vepër penale dhe ndiqet sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Konformimin 338 paragrafi 2 të kodit procedurës penale, mund ta them tekstin e vetimit ju e përsërisni pas meje. I ndërgjegjshëm për rëndësinë e dëshmisime dhe përgjegjësinë time ligjore, solemnisht betohem se do ta them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe nuk do të fshij asgjë për cilën kam djeni. Ju jeni dëshmitar i propozuar nga prokurori i shtetit. Fillimisht pyetjet do t'i parashtrohen nga prokurori, pastaj fali sipas rrogës. Po ajo që ju duhet të keni në konsiderat është se shikimin e mandatit i gjykatës, ndërsa i ndëgjon pyetjet, po pa tu parashtruar pyetjen pasi mos u përgjigj. Po. E ke qartë? Po. Po, prokurore. Zotria Vlia, në lidhje me këtë rast, keni dhënë deklarat në polici? Zotria Vlia, në lidhje me këtë rast, ju në polici keni dhënë deklarat? Nuk ka dëshmitare? Po. Apo në gjohët? Se unë e kam Zotria Vlia. Vjen ta pak më me zor se i ka thënë që nuk po dëgjon. Lidhje me këtë rast, ju më herët në polici keni dhënë deklarat. A ju kujtohet? Edhe tjekat linda nuk po të dëgjon. Unë po i dëgjoj. Shumë vogël edhe dëshmitare po thotë shumë pak po ju dëgjoj. Nuk po i di tash edhe unë këtu janë si herën e kaluar me s'kam për dëgjoj. Apo dëgjohet? E tani? E kom ngrit deri në fund, aty do të ju. Kod privat. Apo ndëgjohet mirë? Ju duhet atje. A mund të ne rënja të një prokurore? Në lidhje Ju në lidhje me në rastin e doan një deklarat në policia i kujtojnë të po, përgjigjosh po. Da li se sećate šta su vas pitali, šta ste izjavili u policiji dana 12.1.2024. Dhe sa më kujtohet, dhe jë pyetje për një biznes familjar që kemi në fshat. A i njëni personat në fjallë Naimin, Granitin edhe Kushtërimin, që i kom thonë që i kom bashkë fshatarë. Naimin e një ma pak, ka arsye që është konë shumë pak vizit, një 10 ditë në ashta komplet. Sepse duhet ta shkruajmë proces verbal të që thoni në fjallë. Me sa më kujtohet, jam unë pyetje për një biznes familjar që kemi fshat dhe jam pyetur a i një personat në fjallë, Granitin, Naimin, Kushtërimin, unë ju kom thonë. I kom thonë po, se i kom bashkë fshatarë.
Naimin këmë thonë një më pak, se arsyeja që ka jetu jashtë, nështë ta një 10 herë këmë pa krejt komplet. Ndërsa granitin, edhe kushtrimin e një më mirë, se e këmë pas klient të tregut aty. Edhe jam pyetur se a keni pa ndoj shumë të madhe parash që jenë në lokal, edhe këmë thonë që jo, nuk ka vrejt diçka shumë atë madhe që në flitë media. Nuk i ka pa, i kom vetë edhe prindin që punen aty, edhe vlla. Edhe tjetër gjam kanë pyet, po, kur o kanë kontakti, a ki kontaktu me granitin natën kritike? Kom thonë, po, dikon rreth orës 12, që o kanë me një klub natë dikon në këtë në Prishtinë, së më kujtohet sakt. Ora 12, Na u 12 sati uveče ili preko dana? ka qenë Tipično dana u 12 Jo, në mbrëmje. Jo, në orën 12 natës. Parafersisht nuk e di sakt apo din në orën e caktuar. Po. Po. Po, probleme? Dalje? Po. Ju ka me bashku? Me te nuk po më kujtohet diçka tjetër që më kanë pyet apo din, ose që po më thonë diçka. Nuk më kujtohet diçka tjetër. Që janë pyet apo? Po. Ama çka do që po më deklaru aty, e përkraj deklaratën që e kam dhënë policë. Da li se sećate da su to izjavi naveli da vam se kritične noći javila i drugarica Leonora. Znači 29.11.2023. Paka shumë po. Nuk po di sakt, po di si po. Da li se sećate da ste izjavili u policiji da vam je Leonora kritične noći poslala jedan video snimak? Po. Možete nam reći malo više? To je apsolutno Evo da vidiš. Da li ste pregledali taj video snimak? Možete li da nam kažete šta ima u tom video snimku? Koja je osobe? Përveç nuk e di vetëm, nuk e moj mend, nuk unë granit edhe një 2 qika, po din, Leonora që po përmendet edhe një qik tjetër, tash sa nuk e di, se edhe po më harua, po din. Da li se sećate od kog dana je taj video snimak? Me sa di me 30 nëntor, me 30 nëntor ose 29 nëntor, nuk e di sakt tash ku vjen. Se ka mujt me ndodhë që kom pas shkaku ma herë, ta që ma vonë. Vetëm pas Florianse jemi të shkri, a i kujtos se i cilës data është a i të gjithë. A kujtot të cilës data? Me 29 nëntor, po e di si o po me 30 ndokët e kom shkaku diçka qashtu, se nuk e di bashkë sakt e kom haru. Është i 29 nëntore, Po, ty një, viti ku ka ndodhë afti, ta 23. por me sa më kujtot e kam shkartuar me datë. Po. Da li se sećate
Da vas je policija pitala da li je u vašem kafiću Tebek. Na kafiću tvoje Tebeka. da li su dolazili A ka ardhur najmë seli, Naim Murseli, Granitava, Granit Plava dhe Kushtuka. Kushtrivuka. Po, di që mund të njaru se na e mëseli mas shumë të punë të punë edhe të herë te, eventualisht nuk u bon shumë, dërsa kushtrimi graniti në fond, shtretar, nuk u mbajt diçka në Ne kishë mos të e ka qenë shumë se 8 herë dhe deri të atë, tërso dërsa kushtrimi graniti kanë qenë më shtretar, por nuk u mbajt diçka në kishë. por nuk kam pritur diçka të veçantë. Kad su dolazili Kod vas u kako? kanor, te ti në kafić. Da li su sedeli zajedno? A kad ne ti baš? Dy herë kanë qenë kushtimi në Najmin, ma shumë, dërsa kështu të tret bashkë, asnjëherë. Janë dy herë kanë qenë kushtimi me Najmin, më shumë ju, por tërsa asnjëherë të tre bashkë nuk kanë qenë. Asnjëherë. Da li se ne... Kada desilo A ka ndodhur ndonjëherë da u kafiću që budu sva trojica në istovremeno? kafić të jenë të U tretë isto vreme. në kohë të njëjtë? Jo, nuk më ndërsi jam në kodë. Sa që vas posjetiti na deo, tani do të përkujtoj një pjesë të deklaratës të cilën e ke dhënë në polici përafërsisht 3 javë para rastit me Liridonën kanë qenë të tretë në kafić. Ali nisu sedeli zajedno. Ajo Tre janë u Paradis. Vetëm pak, a mund të shohë një herë prokurore për fillimin? Otprilike 3 nedelje pre slučaja sa Liridonom. 3 javë para rastit, para Po. rastit. 3 javë para rastit, rastit të Liridonës. Po. Bila su sva trojica u kafiću. Ali nisu sedeli por zajedno nuk za kanë stolom. dejtur së bashku në tavolinë. Evo malo završim. Përfundo prokurore. Vetëm sa të Već za jednim stolom su bili. në një tavolinë kanë qenë Naimi dhe Kushtrimi, A za drugim Granit sedi vrodi. tjetrën ka qenë Graniti me një kushiri. A të kujtohet që kënë deklaru këtë? Po, ta, kontrolë. Me një Ama unë nuk kanë pas asnjë kontakt këtu në mësit. Kanë qenë ta unë janë tëshme. Jo u bashkë. Por, tani po më kujtohet, po. Ne javiš Kemi një vala, faleminderit. Kontakt me zgjidhje, pas që kanë qenë avokat Leutrin, Faleminderit. Nderuar dëshmitar, përveç kushtrimit, Granitit edhe Naimit, a ka qenë edhe vllai i kushtrimit kanoni në kafeteri të juaj të Beka? A të kujtohet? Jo. Asnjëherë apo? Asnjëherë. A mundesh me na tregu pak a shumë raportin e Granitit edhe kushtrimit, Po, me përshu pak ma në detaje. po, e nga kanë pikave sigur qëtë me shtëri të tjerë. Nuk kemi pa diçka të keqe të ta sa e nërë. a ka mundësi dhe një përgjigje gjyqtare? faleminderit avokat, nuk kemi pa diçka të keqe thotë. Ashtu në përruzën e maketën të prokurorit, nuk keni pyetje. Ne ma keni pyetje për dëshmitarin? Po.
Përshëndetje Florian, dëshmitar. Ju thatë që gjithsej në lokalin tuaj kom qenë dikun 8 herë deri në 10 herë. Po flet gjithsej për kur ekziston ai lokal apo. Unë dhe ti shtëpijat në fshat i kemi shumë afër. A ju rritur unë në Cermian apo në Suedi? Suedi. Një ditë... Vetëm pak ma ka dhane, se po s'po të prim me i shkru. Falë. Po, vazhdone? Pyetja tjetër. I akuzuar i Granit Po. në deklaratën e tij thotë që një ditë para ngjarjes kom qenë tot me Naimin te Beka, në lokalin tuaj. Ja. Jo vetëm atë ditë, por Vetëm ndonjë pak, Po. Po. I akuzuar Granit në deklaratën e tij thotë që një ditë para ngjarjes kam qenë me Naimin në lokalin tuaj të Beka. Po, ne? po, do të një ditë përpara nuk është që në ke bërë me to. Jo, as nuk ka pa kërkush asnjëherë ty e Granitin bashkë lokal të na. Pikërisht. Jo, asnjëherë as kush nuk i ka parë ty dhe Granitin në lokalin të. Jo, bashkë. Bashkë. Faleminderit, s'ka? Në lokalin të. Po, ne mund na? Po, kur kom qenë, sepse ne kemi qenë edhe shokë, edhe në rrjetet sociale. Po. Kur kom qenë në Kosovë, Po. ma shumë kom qenë në Prishtinë apo në Cermian? Në Prishtinë. Në Prishtinë. Po edhe një pyetje. Po. Florian, ju më keni taku edhe disa herë me fëmijët e mi, Po. kur kom qenë, sepse gjyqtare përveç pjesës kafenes, është edhe një pjesë market. Marketi Lokal. Po. Kjo edhe shpjegon pse thot 8 herë deri në 10, sepse unë nuk është që kom ndejt në pjesën e kafenes, por kom shku me blerë bukë ose diçka tjetër për fëmijë. Po, thamë pyetën për pjesën e kafeterisë. Ju nuk keni takuar edhe sa herë me fëmijët e mi, sepse përveç pjesës së kafenesë është edhe një market në lokal. Kjo e shpjegon se kam qenë ti deri 10 herë, sepse kam hyrë në market për të blerë fëmijëve. Po. 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 Pyetja është? Po, pyetja është a ke taku edhe me fëmijët e mi? Po. Disa herë. Po, po. Kam taku me fëmijët e ti, në rregull u konë gjithçka. Po, si kam takuar me fëmijët e ti. Por me bashkëshortën time, të ndjerë, Po. Lirdone, Po. a nuk ke taku ndonjëherë? Nuk kujtohet që e kom taku në Naimin me bashkëshortë e live. Nuk po flas vetëm për lokalin. Jo, edhe jashtë nuk e di, nuk më kujtohet. Se të kom pa në herë ty live me bashkëshortë. Nuk më kujtohet që ju kam takuar juve me bashkëshortën tuaj të tani të ndjerë. Nuk i kujtohet. A keni pyetje tjera? Jo, faleminderit. Avokat, do ju me të një që s'keni pyetje. Granit, a keni pyetje për dëshmitarin jo? Avokat Dric, a keni pyetje për dëshmitarin, mund të na lëshoni mikrofonin? Po, po. Është mikrofonin, shoni? Dëshmitar. Po. E kuptum se një bashkëtar me të padehur të pushtetit. Po. Shpjegohet që këtë parë në lokalin e ju i herë ty. Jo me Granitin, po me Naimin. Po. Pyetja është, po jashtë lokalit, besoj se bashkëtar. Po. A i patu përshtu pushtimin me Granitin. Në fshat, jashtë në fshat. Në fshatet, e kom pa në herë në kafe dikun të i pi diçka. Jo, po thave, jashtë lokalit kështu. Po, i kom pa një 2 herë, po s'ka pas diçka të keq ose dyshim që kanë bën këta.
Po, i kanë po, janë shkopali, po, i kanë parë në dy herë, po nuk kanë parë një shkapit që kanë bërë. Shkohet, çfarë veni i pasur në sesë? Përbes, nuk e di tash sakt, kom harru se o bon 2 vjet. Nuk e mbaj me. E kujtë, po, nuk më kujtohet sakt, pasi kanë kaluar 2 vite nga jetë. I pasur qyteta, fshata, ku i pa, ku e jashtë kvalitet. Në fshat që aty kena pa, non stop. E keni parë në fshat, apo qytet, të gjigjatë të në fshat. Po të deklaru që ki pa lokal. Po. Po, a ki pa në njëherë veç granitin e kushtejnë bashkë të original të nejtë? Po a këta e nërë në lokal, po e nërë dhe njullë edhe njerës të tjerë me ta, po të një nga konë shosnju që në fshat. Jo, nuk e moj me. Avokat jemi ka shku në proces, Lokalin e juja e ki pa në njëherë vetëm granitin edhe kushtejmin, pa prezencë të tjerëve. Jo. e keni parë ata të dy vetëm pa prezencën e tjetër. Jo se kur e në ardhim i mlidhët tonë, jemi ullë bashka, po din. Ata dy në plapa e kanë granitin dhe kushtimi, a ishte Po. Përgjigja ishte ju. Jo, se sa e në ardhim në mlidhët shumicë kemi dhejnë bashkë. Jo, sepse kur kanal, jemi në vjetë si shumicë kemi dhejnë. Po. Në fund të transkriptuar, ato që e kanë të që të në jemi ka. Po. Po, fatë që i ki pa naimin ushtrimit, po dhe granitin, nuk bashkë, për mos bashkë, po jo bashkë, tavolinë. Jo, me tavolinë, jo. Po të qohet pohën, deklarat pohën në 6 mujtë të fundit. Po. A mund është pak me na precizu, se 6 mujtë të fundit është prej qeshorit dhe në nëtorë. Po. A mund është na precizu, qëfar pohë i ki pa? Po, pes, nuk më kujtoha tash sak, po dikon rrëdhjet në brome, zakonisht mas darkës gjithë. Jo, dhe së mundës, se kam kjo që të së mundës. Po. Se në qëfar kohë keni po? Mas darkës i vinë Ne, krejt. qëfar periudhe kohore, jo... Në qëfar periudhe kohore? Ah. Jo, po, në ditën a natë, po së në periudhe. Ja, kështu nuk e di sak për bes. Nuk e di sak. Nuk e moj me. Nuk e di sak, nuk e mojnë. A keni pyetje tjera, avokat? Faleminderit. Kushtrim, a keni pyetje për dëshmitore? Nuk keni pyetje për dëshmitore. Prokurora, keni rrimorën pyetje? Nuk keni rrimorën pyetje. Unë nuk kam pyetje për dëshmitorin, gjyqësorja ka keni pyetje, gjyqësorja Gjerta keni pyetje për dëshmitorin, ka pyetje. Dëshmitor, a ki diçka tjetër me shtu, Jo. që nuk ju kemi pyet, është e rëndësishme për këtë proces me Jo, nuk kam diçka tjetër më shtu. Nuk kemi diçka tjetër. Kemi dhënë dëshmimin juaj, Po. në përpytjet, ju që doni mund të qëndroni sa fort, nuk edhe të largoheni nëse kemi obligime të tjera. Kemi obligime tjera familjare, Me normal. lejen e gjykatës dëshmitari largohet nga salla. Faleminderit shef. Analitimi Aureli. Valone të në napre të jashtë. Nësë oftu dëshmitari Aurel Kajazulli. Emri Babës. Gezem. Datën e kemi atës ti nevojnë në abonë, është personale, këni Është në Gjakovë. në Gjakovë. Ku je ka ne? Shodin Kralan, Komuna Gjakovë. Në Shodin Krajlan, Komuna Gjakovës. Kemi adresë, Rruga Shefsat Dervish. rruga Shefsat Dervish. E kemi numër të shtëpisë, E kanë po, nëmër 5. numër 5. Mirë, numër personal janë në, të analitën një të mërtimit të dëshmitore. Aurel, ne të akuzuarit nëjnë në sedi, Granit Pjova, kushtrim po... Kolla. A jeni në raporte farefisnore? Nuk jeni po me parën e dëmtuar Leonarda Dima? Nuk jeni. Kur do, letër njoftimin dhe të mbjetën të kjo?
Ju jeni dëshmitari propozuar nga Prokuroria e Shtetit. Konformitet 126 kodit procedurës penale, ju njoftoj me të drejta dhe Ju nuk e keni detyrim u përgjigj në pyetjet e caktuara me të cilat e veni vetën ose ndonjë antar të familjes, para turpit të rëndëmit konsiderueshëm material apo ndjekjes penale. Po ashtu ju njoftoj se deklarimi rëm është vepër penale. A i ke kuptu këto? Po. Konformitet 338, paragrafi 2 të kodit procedurës penale, unë ta them tekstin e vetimit ju e përsërisni pas meje. I ndërgjeshëm? Përgjithshëm. për rëndësinë e dëshmisë time Për rëndësinë e dëshmisë time dhe përgjegjësinë time ligjore, dhe përgjegjësinë time ligjore, solemisht betohem betohen se do ta them të vërtetën se do të them të dhe vërtetën vetëm të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe nuk do të fshi asgjë për cilën kam dhe nuk do të fshej asgjë të cilën kam ndjen. Mirë, fillimisht pyetje do t'ju parashtrohen nga Prokuroria e Shtetit, jeni dëshmitar i prokurorisë, të dëmtuarit pastaj thohet sipas rrotës, por ju bëni shikimin nga trupi gjykatës, ndërsa përgjigjeni në pyetje, por para se mos u përgjigjeni para se t'ju parashtrohet pyetja në testim. Po prokurori më thënë gati. Me datë 4/12/2023 keni dhënë deklarat. A ju kujtohet? A ju kujtohet? Çka ju ka pyetur policia? Vetëm pak mos u ngute ta kryej pyetjen. A ju kujtohet çka ju ka pyet policia dhe çka jeni përgjigjur? A ju kujtohet? Përgjigja është po. Është kreder a mund të na tregoni çka? Çka ju ka pyetur? Raste me makina që kanë shumë veçora. Ku e vazhdo? Cilës makinë? Tek kësaj. Cilës makinë, thotë Seat, Excel. si shkruaj? EXEO. Mirë. Da li to vozilo, marke? Ky vetur e veturës Seat Excel është karavan ngjyrës e zezë me tabela të regjistrimit. Vetëm pak. 07 984 viz e k. Po. Come ste dali usato Kujt ja keni dhënë me qira këtë vetur? Atë kujtohet? Pyramid Plaza. Kada? Kur ja ke dhënë? Era 27 nëntor 2023. Koje godine? Një herë. Dobro. I koliko ga ima u posjedu? Dhe sa e ka pas në mbajtje në posedim? 29. Dalje. Pastaj? U koliko sati ga je vratio? Me 29 në ora sa e ka kthy? Oko 2 časa. Pastaj e ka marrë prap. Pastaj e ka marrë prap? Ora 2. Me datën 29 në ora 2. E ka kthy, mbas një ore në ora 3 e ka marrë prap. E do të mëse nëndë në ora 14 e ka kthy dhe pas një ore në ora 15 e ka marrë prap. Është telegram kaže tek gde mund të na tregoni ku e ka marrë veturën me 29/11/2023? Ku ka qenë vetura kur e ka marrë ai? Në ushat,
të shtëpia ime. Dalje. S kim je došao da uzme voz? Sećate se? Parë dhe interesante se kam njoft. Makina që ka orë ka qenë tip Range Rover. Me këtë ardhur me marrë ta marrë veturën. Ka qenë një person i panjohur për juve me një makinë të tipit të Range Rover. Po e boje Range Rover. Range Roveri çfarë ngjyre kishte? Kujtohet se ka qenë ngjyrë hire. Çfarë ngjyre ka qenë? Ka pasur vetura Range Rover të ngjyrë hire. Kada su došla ta lica. Ko je vozio Range Rover? Kur kanë ardhur ata persona, Da, kush Graniti e ka vozit atë Range Roveri? A Graniti apo e personi tjetër të cilin nuk e ke njoft? Graniti apo personi që ju nuk e keni njohur? Kur kanë ardhur, makinën Range Rover kam të vozit Granit Plova. Pastaj pasi ka marrë makinën Seat Excel, personi që ka qenë pasazher ka vozit makinën tip Range Rover. Tjetër që ka qenë pasagjer e ka vozit mandej veturën Range Rover. Rekli ste došlo je sa... Keni thënë që ka me një person që për ju ka qenë i panjohur në atë. Da li u ovom trenutku Në këtë moment, Znate koje osobe je bila a e dini cili person ka qenë aty me Granit Plovën kur e ka marrë përsëri veturën e markës Seat? Ato personi panjohur nuk e njoh as nuk e dikush. Nema više pitanja, hvala. Nuk kam pyetje tjera, falim. Shnap është person i panjohur. Lëtë? Ju më herët potencuat se e keni parë personin i cili e ka vozit veturën Range Rover, pasi Graniti e ka marrë me rend veturën tuaj. Apo, a është e vërtet kjo? Është e vërtet. A ju kujtohet për sa kohë ka qëndruar vetura Range Rover gjatë kohës kur Graniti e ka marrë veturën tuaj me rend? Kujtohet vetëm ata pak minuta që deri ja kam jap makinën Granitit, ka qenë aty makina. Atëherë kanë vazhduar të dy bashkë, me dy makina. A keni mujt me po qartësisht personin i cili ka vozit veturën Range Rover? Atë persona kam po, prapë është i panjohur, nuk e mbaj mend. Nuk e njoh. Ju po thoni që e keni po sot me po e njeni? Ndoshta e njoh, si ftyrë më kujtohet, e njoh. Edhe një. Ndoshta ta e njoh. A mund të një më të thy kasolla? Edhe me shiku? Veç pak të shmitosh ata. Kjo institucione që kjo është me të identifikuar në të vogat, kjo mund të parashton një të pjesën të
ose me i reve këtu po veç. A mund, gjyshtar, ta voj pyetje mos në na vendos të jam e juaj. A mund të ktheheni nga solla dhe të shikoni me rand dhe nëse ju kujtohet personi i cili ka vozitur a ditë veturën Range Rover, a është në solla apo jo? Veç ma kërësë të të shpitarë, të nuk i gjykus person të i gjykus pas këshillimit me atë vendim, të lejohet që dëshmitarit të kryet. Po, avokat në falë, nësë veç një moment, kemi një kundërshtim, nuk ju pash avokat, nëse se nuk e më pa në është ta keni ngrit dorën. Në kam një brejtë të drejtim, dhe nëse i lejohet, shqisimi. Tu i kemi të pandehur, të shumë lehtë, çdo po të mund të shërbëjë edhe mund të supozoj se këta janë në një përgjithësi. A veçon mikrofonin, se nuk funksionon pa përkëllimi. Ky identifikim ka që dash bëhet në hetime. Dhe gjithë është procedura e identifikimit, jenë krityrë. Edhe gjyqësi verbër mund të thotë edhe mund të bjetë një supozim apo konstatim logjik se këta mund të jetë, edhe të faktit që janë akuzuar. Duke të identifikojmë, edhe pse s'ka pikë dyshimi si nuk janë këta. Po me gjithate, ka përrejtë të mija këtë vajnë serioze dhe identifikimi këtë mjërë. Mund të thotë që këta kanë qenë, po, granite që pak ta thot avokati, po e shoh që e keni ngrit dorën, gjithë shka do që në proces verbal, vetëm ta marrin reagimin, e kam vërrejtje në këtë drejtim, pas që kjo është që ky identifikim është dashur të bëhet në hetime, edhe një gjysmë i verbër mund të thotë që këta kanë qenë. Sepse gjinët pa dehojt sallë, edhe kemi të bojmë me një dëshmitar për ka bosha, për ka përvoja, për ka dhe mund të jetë shumë në ndikimin e atmosferës, në ndikimin e pjesëmarrësve të në kësaj çështje penale. Mund të bie në ndikimin. Edhe çdo identifikim ke i drejt apo i pa drejt, nuk ka shtisë ndryshëm pikpamje procedurale. Dhe çdo identifikim pavarësisht a është i qëllum, apo sa i qëllum, apo janë ata persona klasë janë. Dhe shumë për të dyshu si është pa tepër një konstatim njohje logjike, jo njohje reale. Dhe për të dyshuar. Prokuroria i ka pas 2 vite gati në kohë me po identifikimin në forma kretje në forma matrek. Avokat si e thatë, më shumë është? Po mund të jetë një identifikim ose konstatim që ky apo sa ai person mund të jetë pa tepër logjik, jo real. Më shumë logjik se sa real. Prokuroria ka lëshu këtë veprim, ka pas ko bollë me identifiku, jo me shumë. Faleminderit. Granit, nëse mund është një mikrofon afër, mund që në granitit të deklaruar? Po? Sa mu e di unë, Cila është, po, granit për ndëgjojnë? sa mu e di unë, shpia po morë
Kjeri me renta, është me kamera. Dhe shihet qartas, me kamera. Granit, që ke kuptum, keni të drejtë thashë me bo deklarime dhe vrytje lidhur me deklarimet e dëshmitorve, po a keni kundërshtim konkret, a keni ndonjë kërkesë prej trupit gjykus, apo vetëm jeni në formë të sqarimit? Jo, ishtë me bëj pyetjen e në dëshmitarit. Granit, tash të vjen radi. Nëse s'ki diçka të vjen radi ta mundëso. Dhe të mbetet deshta të apesi dëshmitorit, por... Ullo, Granit, nëse s'ki diçka, tash ju vjen radi dhe juve me parashtru pyetje. Para se me vendos. Po, avokat, na... Ndora gjyqtarantar, trupi gjykus, me vëmendje ndëgjova vrejtën e kolegut Ndres. E vrejtja ti është tësisht e drejtë, është e lishme dhe ka mbështetje në kodin e procedurës penale. Kur është fjala për identifikimin e personave të cilët prokuroria ka dilema, procedura është pjesësisht e thjeshtë. Do të bëhet radhitja e personave përgjithsisht të mënyra fizike e tyre prapësisht e njëjtë. Me radhit personat, atëherë do të bëjë identifikimin. Unë përshot... Duhet të bëhet radhitja e personave ashtu siç parashit me dispozita. Me dispozita ligjore, por afërsisht të konstruksionit të njëjtë. Ata s'mund me qenë identik, po njëjtë. Këto ka pas mundësi, nuk e ka bo. Çështja tjetër, ashtu i kemi tre të akuzuar. Fokusi po dihet që automjetin po supozohet që e ka marrë Granit Pllava. Këtë është e njëjtë, person sa ju quhen ata. Tash kemi dy tjerë. Po supozohet se e din që veturën sate ka marrë Granit Pllava, po? Tash i kemi dy tjerë. Ky tash me rastin e radhitës policisë, të cilët të shoqëruan, atë po dihet që është kushtim kokalla edhe në imbursi. Granit Pllava. Ka pyetjet nuk bërë reflektim me një personin, jo që janë të dënjoni. Jo, me a një personin, po kjo tha, përgjigje me bu më këty e njën. Zotri gjyqtar. Ja, kjo tash t'i këtë thejet, kjo sigurisht dikuna mundet me thonë. Dhe për supozojnë, na kena përhir të sigurisë juridike. Dhe netën, po e bërë përhir të sigurisë juridike. Edhe këtë, veç edhe një pyetje kom për këtë djalin. U kry. Trupi gjykus e ka marrë atë. Nga të pranishmit në sot, asë që dëshmitari ta mund të njohë, ndoshta mund të njohë personin që ka qenë me veturën, që ka vozit veturën Range Rover. Ndërso sa i përket çështjes së deklarimit, gjykata në fillim njoftova me pasojat e deklarimit të vet. Aure, mundesh më këtyn prova? A më vështu diçka? Vetëm pak. Që dojnë që të pengojnë këto dëgjuse, apo ndëgjën? Po mirë. Lankaj se s'ka nevojë. Aure, mundesh më këtyn prova, edhe me shiku apo është në sot personin që ka qenë duke vozitur veturën Range Rover, pasi e ka marrë Graniti veturën se. Mundesh më këtyn prova, edhe me po nëse po është personin është në vetësot. Është në vetësot, avokat pa punësh, ja do të thonë në andan po aty.
Atë person nuk e shokë, nuk është. Atë person nuk është. Po, në ditën kur është morë vetura me rend nga graniti. Atë kujtohet kush ka lëvizë pori nga vend parkimi ku është morë vetura me rend. Vetura e granitit apo Range Roveri. Sysh me kujtohet, cëllë ka ezi pori nuk e di, po ka njësë për njëherë. A ka qenë i pori e Range Rover, apo Saoti nuk e di. Po, atë kujtohet çfarë torka ka pasur vetura Range Rover, nëse kujtohet. Nuk më kujtohet, nuk i kam shqyrë. A ju kujtohet është kjo hera e parë që graniti ka marrë veturë me rendit e kjo? Graniti ka morë makinën 2 ditë, tani pas 2 ditë. Vetëm pak se nuk Nuk e përfundova se më ty më me përcjell Pra- atë situacion. Graniti ka marrë veturë me rend e kjo. Apo ka ndodhur edhe në herë tjetër. Granit Lova ka marrë vetëm me datën 27, e ka kthy me datën 29, prapë njëtën ditë e ka marrë prapë, ma herë nuk kujtohet që ka marrë. A e ke njohur granitin para datës kur ka me marrë kjerën me rend? E kam njohur si figurë, shodrat i kemi ofër, e kam po ashtu ka punu ofër asaj pumpës. Aty në i ndroj gumat e makinave, e kam po si figurë. Veç nëse unë në zo pak ma këto. E ka njohur si figurë, shodrat i kemi ofër, ka punuar ofër pumpës. Ofër pumpës, aty ofër pumpës është një vulkanizar, Ai ka punuar ofër pumpës, aty ofër është një vulkanizar. aty kam ndru gumat e makinave edhe kam po si figurë. Punët i ka ndruar gumat e makinës dhe E kam por si figurë. A mund është nga përshku pak ma në detaje personalitetin e tij? Mos u përgjigj. Gjyqtar se përfundova alo. Se përfundova Hajde. personalitetin e tij, apo mund është me nga përshku me këndërshoqëru, me qenë se potencuat që e keni njohur, e keni parë, a mund është me nga përshku me ndonjë shok të tij me të cilin ajo është shoqëruar kohëve të fundit. A mund nga përshkruani pak në detoj personalitetin e tij me të shoqëruar me qenë se potencuat se e keni njohur, se e keni parë, a mund nga përshkruani ndonjë shok të tij me cilin është shoqëruar kohët e fundit. Trupi gjykues pas qëllimit me radhëndim. Në pozor pyetja. Avokat e fora. Është pyetje e shurtesht. Trupi gjykues për atë të kur e thot fjalinë për personalitetin, dëshmitore të nuk është i thirrur nga folë për personalitetin e asikur, nëse keni pyetje konkrete, po një pyetje për dëshmitore,
Çështja detyrët gjyqësore e bërë po. Avokat, dëshmitari është i ftuar dëshmitari është i ftuar pjanës prokurorisë vetëm për një çështje konkrete, edhe as po morën e veturës në qira. Kështu që këtë pyetje të lutem fokusohet vetë sa i përket si pjesë dhe pjesën tjetër. Gjithashtu dihet që kodi i procedurës penale por tjera do të bëjnë shtë pyetje të qarta. Ne jemi të botë në rem këtë ditë, në po ju atë mosën që më kesh përdorur. Është dëshmitari prokurorisë, prokuroria po pyetje dhe për drejta ndërsa po në tjera pyetje të qarta, vetëm konfirmim asaj çka ka qenë. Andaj kërkojmë që tash këtu të fokusohet vetëm pyetje që të janë dispozitive të zgjuar. Edhe çështje konkrete për të cilën shtuar. Çfarë në mikrofonin avokat? Në ditën kritike, ju më deklaruar se ka qenë granitit e kjo. A keni vrejtur ndonjë shqetësim apo ndonjë problem tek graniti, pasi që 2 orë ose pasi që 1 orë më herët e ka dorëzuar veturën e një, e ka orë 1 orë më vonë me morë prapë veturën e një. A pe kupton pyetjen? Po, me përgjigj. Unë nuk e di që shumë, më falë. Atë ditë, kur ka qenë granite me morë makina, a e veç më ka thonë vynë makina më shu deri në aeroport. Me morë dikon. Po ashtu, këtu hypë makinë graniti, ka thonë që duhet me mojtë familjen. Po duhet me mojtë familjen. Duhet me mojtë familjen. Po duhet me mojtë familjen. Dhe që më pasko. S'kom pyetje tjera, faleminderit. Avokat, me mëse ta kemi pyetje? Nuk s'kemi pyetje. Na e ma pyetje për dëshmitarin, nuk kemi pyetje. Avokat Bujar, na kemi pyetje? Nuk kemi. Gani, tash është rrova juaj, a ki pyetje për dëshmitarin? Jo, s'kemi pyetje. Mirë, avokat Dreca? Jo, s'kemi. S'kemi kushtrim, a keni pyetje? Nuk kemi pyetje. Prokurora keni rimorën pyetje? Nuk kemi rimorën pyetje. Asu nuk kam pyetje për dëshmitarin, gjyqtari e parë, gjyqtari vjen ka thonë pyetje pa pyetje. Dëshmitar, a ki diçka tjetër më na thonë që është e rëndësishme për këtë proces penal e që na nuk i kemi pyetje? Çdo seancë që kam pas, e kam thonë në deklaratë polici, nuk kam diçka më shtu. Nuk keni diçka tjetër më shtu. Faleminderit që ishe, nëse doni mund të qëndroni sot, ju lejo, po nëse keni obligime, mund të largoheni nga salla. Faleminderit shumë. Faleminderit që do të largohen ato. Me vjen e gjykatës dëshmitarit nga salla. E kemi dëshmitarin Valon Luka? No. Okej. A në atërin dëshmitarin